Korea e Veriut kërcënon sërish SBA-n, duke deklaruar se është gati të fundosë një aeroplanbajtëse amerikane që ndodhet në ujërat e paqësorit perëndimor. Kjo është një tjetër shfaqje force, ndërsa dy anije të marinës japoneze janë bashkuar aeroplanbajtëses për të kryer stërvitje ushtarake. Prej ditësh, ai është drejtuar gadishullit korean me urdhër të presidentit amerikan Trump. Forcat tona revolucionare janë gati të fundosin aeroplanbajtësen me një goditje të vetme, theksohet në një koment në gazetën e Partisë së Punëtorëve të Koresë së Veriut. Shteti komunist ka kërcënuar gjithashtu se do të sulmojë edhe Australinë me armë bërthamore, nëse ajo vazhdon të mbetet aleate e SBA-s. Presidenti Trump ka theksuar se nuk do të lejojë Penjani që të sulmojë SBA-n me raketë bërthamore dhe se të gjitha opsionet për fshirje një sulm ushtarak janë të mundshme. Forcat ushtarake të Koresë së Jugut ndodhen në gjendje gatishmërie, ndërsa Kina, aleati kryesor i Koresë së Veriut, ka apeluar për qetësi. Tensioni mes SBA dhe Koresë së Veriut është rritur edhe për shkak të një tjetër ngjarjeje. Një shtetas amerikan është arrestuar, teksa përpiqet të largohej nga aeroporti i Penjanit, duke çuar në tre numrin e të ndaluarve. Amerikani rreth të 50-ave ishte një profesor në një universitet të Kinës, që ndodhej në Korenë e Veriut për një program ndihmash.